Mirëmëngjesi të dashur miq nga Vlogmas numër 2. Siç e shikoni, një kohë shumë e bukur me diell edhe shpresojmë që të mos ketë shi sot. Shikoni koralin ngushtë ulur. Ndërkohë këtu te shtëpia në Tiranë, siç e shikoni edhe pak vendin, janë duke u bërë punime. Rregullohet komplet pjesa e baçes edhe pjesa e rrethimit të saj. Ka akoma edhe pak punë, po pjesa më e madhe ka mbaruar. Besoj që do t'ua tregoj në ditët në vazhdim edhe të mbaruar. Por gjithsesi të flas pak se si kaloi nata. Katalia nuk ka pasur shumë temperaturë, diku tek 37.5 i shkoi, pasi i dhash në fakt shurupin nga ora pasi i dhash në fakt shurupin nga ora 11:00 për të mos pasi i dhash në fakt shurupin nga ora 11:00 që të isha pak më e qetë gjatë natës. Çuditërisht korali ka fjetur thuajse gjithë natën, është zgjuar vetëm 2 herë ka pirë, edhe ka fjetur direkt. Kështu besoj dukem që jam çlodhur, por edhe ky dielli sikur na dha pak energji. Dhe për momentin po e shijojmë pak të orët e para të mëngjesit këtu në diell, duke luajtur edhe gocat, po korali nga që është në këtë fazën që s'është ngritur akoma në kam, i duhet që t'i fshi mirë këto oborrin këtu përpara. Përgjithsesi, mjafton që të kënaqet. Tani, t'ju flas pak përse kemi ardhur ne këtu në Shqipëri. Korali, ju e dini që ka lindur në dhjetor, edhe menduam që ditëlindjen e parë të saj ta festojmë këtu në Shqipëri me njerëzit që kemi këtu. Pasi ju e dini që ditëlindja e parë e Kataleas është festuar në Angli me njerëzit edhe shoqërinë që kishim atje. Dhe pse jo me koralin ta festojmë këtu në Shqipëri. Plani është që unë edhe vajzat do të rrim këtu edhe deri për vitin e ri, pra do të ikim pas vitit të ri. Arseni do të jetë vetëm për 2 javë, kështu që Vlogmas ju do t'i shikoni nga ditët që ne do t'jemi këtu në Shqipëri. Jo të shkallët. Të këqini në t'jo dritë. Korali, që bëjnë Katalia? Qysh? Ece ti shumë shpejt. Wow, pa ece dhe njerë. Wow, sa shpejt! Katalia, hajde këtu te dielli nëse Arsen punëtori. Vrapon Katalia, vrapon edhe kjo. Shikoj çik si bën kjo. Ma shpirti im ti, o zot, o dritë. Shikoni si që është korali kur themun hapjen e videos. Të dashur miq, përshëndetje. Të dashur miq, përshëndetje. Të dashur miq, përshëndetje. O gjoka ime. Qa është Matja? Shpifni.
Jo, mami, që nga shpifur Macja? Që e bukur është Macja, mama? Qëka? Kush të tha ty qështë? Bën këf. Bën këf Macja, po Macja bën këf se ju e keni gacmuar. E gacmuar ty me Anin? Nuk e gacmuar? Edhe me Lara Anin, je bëshon qiqi Macjes. Që i bënit? Salqiqe. Dhe me lësani, dhe të sa problem. Po, ajo ka kujtuar se je keni marrë salqiqen. Prandaj ka bërë pëf. Kush e ka bërë ashtu atë? Që se ka bërë? Ashtu. Telefonin? Yes. Shka, në një që telefoni? Do të këtë bërë mami pis. Pa thiri Mace, thiri. Mac, pis. Ja, mami, shika si erdi? Si që nga bërë kjo. Lot. Nuk kalon dot ajo, se është balta ty, mami, është uj, prandaj. Po të regulohet këj vëndi këtu. Të bëhet bukur. Yes, mama. Mama, cikur Macja, mama? Blegjë, mami, se të kalon. Që sho zemër? Edhe njëherë? Një blegjë. Të vëm një urë, një bridge? Yes. Që të kalosh ti? Jo, të kaloj Macja. Të kaloj Macja. Po Macja vjen, mami se e gjenë rrugën Macja. Shpirtin të ti. Ja, tani do vi Mela. Okej? Yes. Të dhe mami Melës. Po, mami Melës? Po, do t'i thot mami Melës që qau Mela, qau. Mos bëtit, mama. Jo, me zemër nuk të pëtejt mami. Qaj poste ti. Jam tokat. Sa tokash, mama? Toka me gjyra. Me ngjyra? Po nuk e di ku i ka lënë Liani. Mbase aty tek ajo dera aty pa shikoj njëherë. Jan? Jo. E po, do të jetën në përbace. Ku shkon ti? Ku shkon motra? Ha? Ko Ali? Hajde te motla. Hajde. Pse? Është pistë. Qysh është? Pistë. E pistë? Yes. Jo, me se që ka e pistë. Në këtë që ka mami, është e ëmbël. Është e mirë? Okej, në mama mi. Që më të syrë të të. Kuj se zua në gjumi, kuj se zua në gjumi, lito ime. E bukra ime. Jati mami një mandarin? Mandarina janë to, mami.
Se Katalia një portokale. I biri i qështë janë portokale. Po janë mandarina. Nuk I pa, të marrë babi e Jenes. Ca, edhe Carlota. Banane. Katalia, do pak luqë, mami? Po. Të provojmë një panar. Edhe hurma. A do hurmë kështu? Nga këto? Jo, okej. Da. Tep mami. Ja provoj. Emil, levet. Bravo. O, baba. Ka qenë në aty të qyli tanë të bukur. O shpirti. Hadi gelsene nerede göğüsünde. Hadi Rip. Mamin çıktı. Natalia. Okej. Të ndëlloj, mami? Hadi të ndëlloj. To je mušti. Ja, Coralia. Uvesi. Katalia? Irmã. Do dalim prejashtë se ka djel? Ha? Të dalim qikatino? Këtë manë së? Nuk do të dalim gjeloqi. Po jame ma se I them Koralit, po aty të djel do jemi. Kot? Ba. Bulala. Oh, kush është të? Bulala. Flasim me nane? Do flasim me nane? Do flasim? Hajde flasim me nane. Haydi. Kusuves, bukur, kusuves, pasteur, kusuves, bukur. Tani sapo erdhi porta e re. Katalia fjeti tani, e ka pak në ngritje temperaturën. Tani për momentin e kishte 37,7 vija, mendoj që është duke shkuar 38. Do të rri edhe një gjysmë ore dhe do t'ja mas përsëri. Korali, në gje. Korali, si sikon veten aty te kamera. Të të ngordh fare, mami, bëj të liqë ka të sto. O nushe, mami. Da, Korali po I pëlqejnë mandarinat. Ti qëtë në aty drip. Hajde këtu te mami. Hajde, haflo. Hajde, në qe. Pa kalot? Ciao, mama.
Si për të dhele. Nga mami një këtu. Bravo! Të gorda më me betulin nga që. Si qa buku li ben. Dulin, siko. Nama. Si betulin. Poli me bele tulin të gjuh. Korali. O Korali. Kujtës këtu. Back to. Baba? Kus baba o sini? Siapa sih ban majas tu? Kau tu ban majas tu? Hah? Maci? Nuk të ha ka të lea, nuk të ha macia. Qa keve, mam që ke frik? Ti s'ke pasur frik në macja? Se të bëj syri ashtu më zemër? E se të vend të babi. Këta leja ishte në gjumë, si që pa, po shika si u bës syri. Dale o zemër? Dale? Po qa ka gjyli jotë drita ime? Si shkon mua. Apa kali? Kali. Apa? Bravo. Kali. Doli kata Lia pukul-pukul. Kata Lia aku kata ni logel. Korali. Jag te goja terus. Jag te goja. Muchis. Jag te goja. Yo. Pizza. Yo te goja të thash. A kungulli mami tire. Yo te goja më tiri. Yo më tiri. Yo te goja. Yo më tiri. Yo. Stingo. Cici. Cici pa fali. Cici. Oh, cici manca surati. Cici. Hengla.
Siç e keni parë sot, Katalea nuk ka qenë në qef, edhe për të luajtur me fëmijët nuk ka luajtur thuajse fare. Pjesën më të madhe ka qëndruar brenda, këtu në divan, edhe kështu si e përgjumur. Tani për momentin e ka zënë gjumi dhe përsëri i dhash paracetamolin. Do të shohim nëse do të vazhdoj edhe nesër kështu, pjesën më të madhe të ditës, para se të vijë darka që t'i paraprim natës. Do të mundojmë që ndoshta do ta çojmë edhe në spital këtu te YK-ja që kemi afër. Unë me sy të lirë nuk dalloj që i ka shumë të avancuara, por ndoshta thjesht i ka të lënduara edhe i duhet pak kohë sa t'i kalojnë. Kjo mbetet pastaj për ta vërtetuar në ditët në vazhdim. Ja dhe Korali shiko si i shkon aty. Jo Korali, hajde ti mamice, mot lasë mul. Do ta zbuloj Korali, edhe ti flasi. Korali ka ardhur 2-3 herë vërdall për të fjetur gjumë, edhe nuk po e zë, të paktën kështu siç flet pak mbas dite. Nuk po e zë sot, ora ka shkuar 6:30. Sot ju pak a shumë me pat, nuk bëm ndonjë gjë kush e di të veçantë. Arseni ka qenë aty tek Baçe duke punuar, çfarë mundi që të bënte ai përveç punëtorëve. Dhe nuk ka shumë që ka mbaruar, bëri një dush edhe ka dalë të pi një kafe këtu tek lagja. Çka ke Katalea? Kanë kaluar gati 1 orë pasi unë e kam dhënë shurupin Kataleas, edhe i ka rënë temperatura, ka djersitur. Tani është duke parë televizorin, por ndërkohë që Arseni ishte te kafja, u mendova që t'i thoja të pyeste njëherë në farmaci për ndonjë ilaç që ishte për zbutjen e fytit, dhe ka marrë këtë që është për fëmijë, cila lexon Sanagol për 3 herë në ditë pas ushqimit nga 2 sprej. Është sprej në fakt kjo. Ne shohim se çfarë efekti do t'japi.